Pas shqetësimit të qytetarëve dhe një grupi turistësh dhe vizitorësh të Vlorës, kryetaria e bashkisë Brunilda Mersini zbriti këtë të martë në inspektimin e urës në manastirin e Zvërnecit. Për këtë qëllim kanë pritur në Vlorë edhe inxhiniere specialistë të një prej kompanive më të mëdha të projektimit dhe ndërtimit të urave të drujta në Turqi. Ata u shoqëruan gjatë mesditës nga kryebashkiakja Mersini, teksa pan nga afër situatën e urës në manastir. Platforma e drujtë e urës ka marrë lagështi në disa zona duke u paraqitur e rrezikshme. Kryebashkiakja Mersini theksoi se vlerësoi me njerë dhe mori në konsiderat shqetësimin e një grupi turistësh dhe u vendos në lëvizje për të parë nga afër situatën, për shkak se manastiri i Zvërnecit është edhe një atraksion turistik, por edhe një burim financiar për qytetin. Rekonstruksioni i fundit i urës është realizuar në vitin 2017 dhe ndoshta ka përfunduar edhe efektin e vet. Kryebashkiakja Mersini thotë se do të lobojë për gjetjen e donatorëve që mund të realizojnë projektin, por duke kontaktuar edhe me Ministrinë e Kulturës për një projekt të ri. Kryetaria e bashkisë ngre edhe disa shqetësime, mes tyre dhe mungesën e ndriçimit për gjaturës që do të çonë në manastirin e Zvërnecit, të cilat duhet të bëhen pjesë e projektit të ri. Në fakt, ju më keni kapur shumë rastësisht, sepse kjo është një inspektim i zakonshëm i punës. Nga ankesat që kanë pasur ditët e shirave, manastiri ka pas disa probleme teknike edhe të lagështirës, edhe ajo që më ka shqetësuar më shumë kanë qenë sinjalet e qytetarëve, sepse kjo platforma e dryj ka krijuar lagështinë e vet, edhe siç e shikoni ka zona që myshku e bën të rrëshqitshme, edhe pak më përpara këtu ishte një grup turistësh, kështu që momenti që ky grup i turistësh kërkoi që të kontaktonte me kryetarin e bashkisë, mendova që të vija vet me idenë që kjo është një burim ekonomik i qytetit, edhe një nga atraksionet më të bukura të zonës së jugut, prandaj ka ardhur momenti që rekonstruksioni i fundit i kësaj 2017-s mbase ka mbaruar efektin e vet edhe për shkak të lagështirës, edhe më duhet që të vendos në prioritet që kjo në fakt nuk e mendoj që mund të jetë një investim i bashkisë, por mendoj që ne do të fillojmë të lobojmë me aktorë të ndryshëm jashtë bashkisë, donatorë të ndryshëm, në mënyrë që të japim vëmendjen e duhur, por dhe Ministria e Kulturës mund të jetë një burim shumë i mirë i krijimit të një projekti të ri. Dhe shqetësimi i dytë është që ka ardhur momenti të shikojmë në rast se duhet të mbrojtur segmenti i urës me parmakët e zakonshëm. Edhe elementi i tretë që më shqetëson prapë është ndriçimi, sepse në orët e mbasdites shpeshherë kjo për shkak të ndriçimit bëhet e paksesueshme, duke qenë se në orët e mbasdites pra qyteti ka jetë, edhe ne duhet ta shikojmë që edhe Zvërneci të jetojë bashkë me qytetin. Të tëra këto elementet janë thjesht shqetësim i një grupi turistësh që krijuan kontakt me kryetarin e bashkisë dhe unë erdha në këtë inspektim. Pra jam vetëm duke alertuar situatën, edhe me qenë se kanë të drejtë në gjithë këto, do të ngrejmë grupet e punës për të bërë vlerësimet e duhura. Kryetaria e bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, gjatë intervistës së dhënë për televizionin 6+1 Vlora, theksoi se gjithçka lidhet edhe me sigurinë e jetës të qytetarëve të Vlorës dhe vizitorëve të manastirit, të cilët janë të shumtë në numër. Jo, manastiri ju e dini që është një objekt i Ministrisë së Kulturës, por ne themi strukturën që ka të bëjë me jetën e qytetarëve, pa diskutim që hyn bashkia në këtë histori, edhe unë mendoj që neve jemi duke menduar, duke vlerësuar riskun që ka sot platforma, dhe siç e shikoni të gjitha ato që u parashtrova janë fakte reale, dhe tulemi të gjejmë burime të ndryshme financimi për këtë, sepse qyteti ka nevoja domosdoshme, edhe kjo është patjetër një burim edhe për qytetin, por mendoj që kemi burime të ndryshme që si mund ta zgjidhim këtë. Pritet të marrë fund kështu një nga problematikat sa i përket çështjes së urës në manastirin e Zvërnecit, që po adresohet drejt një zgjidhjeje dhe me shumë mundësi drejt një projekti të ri. Specialistët turq të kompanisë më të madhe të urave të drujta në Turqi mbajtën çdo gjë shënim me qëllim pasqyrimin e tyre në projektin final që synohet të realizohet për ta shndruar manastirin e Zvërnecit në një pol të rëndësishëm atraksioni dhe ekonomik për Vlorën, ashtu si realisht është.